Por jemi në rregull. Çfarë realisht ndodhi gjatë protestës? Ashtu si thash, por ju nuk më dëgjuat për shkak të defekteve teknike, po mendoj që opozita i kishte marrë mesazhet nga emisarët e huaj, kryesisht që duhet të ishte kujdesshme me përshkallëzimin e dhunës. Për këtë arsye, në momentin e shpalljes së protestës, opozita shqiptare lajmëroi që protesta e saj do kishte surpriza, por ata i kishin parasysh gjitha mesazhet nga emisarët e huaj. Dhe në fakt protesta nisi jashtëzakonisht e qetë, nisi si një marshim dhe u mendua që do të ishte një marshim kryesisht në vendet që ata identifikojnë si vendet lidhura me korrupsione, që do të thotë selia e kryeministrisë, Ministria e Energjetikës, pastaj Parlamenti, selia e Partisë Socialiste e me radhë. Në fakt nuk ndodhi kështu. Demonstruesit e Partisë Demokratike mbasi filluan marshimin e qetë përpara selisë së kryeministrit, ata ju drejtuan drejtorisë policisë në Tiranë. Ju e dini, është përballë Ministrisë së Jashtme në Tiranë, nga ana tjetër e Lanës, dhe një pjesë ju drejtua pastaj ish vilës Enver Hoxhës, ka qenë dikur godin qeveritare, ndërsa tani është godin rezidenciale për rezidenca të artistëve të huaj. Tani është pjesë e Explore dhe momentalisht janë rezident 8 artistë ndryshëm, ndërmjet tyre në mos gaboj është edhe një artist nga Kosova dhe një artist tjetër me origjinë kosovare, po nga Bosnia, me emër Bekteshi. Mënyra se si opozita ngjarje më pas në një ngjarje komuniteti ndoshta ndërkombëtar, pikërisht kur flitet se në Shënjestër përfundon njëra nga qendrat ku po strehoheshin artistë të huaj. Qartë. Mënyrën se si luajti zoti Berisha dhe si ka deklaruar sot, ju e dini sot zoti Berisha ka qenë para SPAK-ut, ai një herë në disa ditë duhet të dali para SPAK-ut, ishte që ne kujtonim se ishte zoti Rama brenda. Në fakt kjo nuk është e vërtetë, sepse rezidenca e zotit Rama, rezidenca qeveritare, është vetëm 100 metra më tutje, ose të themi 80 metra më tutje, ju e njihni Tiranën, është rezidenca e zotit Rama. Jo kjo, Andoni. Cila ka qenë ideja që sulmohet ish vila e Enver Hoxhës? Shumë e thjeshtë. Opozita ka nevojë që me protestat e saj të lëri shenjë. Për arsyeën e vetme që gjithmonë më shumë ata kanë vështirë për të mobilizuar njerëz, për të mobilizuar militantë, kanë filluar të përshkallëzojnë protestat nëpërmjet elementeve të Molotovit, për të lënë gjurmë, për të treguar që protestat e tyre janë të forta, protestat e tyre mobilizojnë njerëz. Më vjen keq të them që megjithëse protestat Shqipëria i ka jashtëzakonisht të nevojshme për shkak të korrupsionit të madh dhe situatës politike të nderë, mënyra se si ata kërkojnë të bëjnë protestat lë shumë për të dëshiruar. Dhe çfarë ka qenë më e trishtueshme është që ata gjithmonë më shumë parin të përfshin fëmijë në protesta, kështu si po arrin përfshin edhe persona me precedent dhe mos gaboj. Dhe në një nga këto, zoti Rama ka qenë jashtëzakonisht i ashpër, sidomos me gjykatat shqiptare që i lirojnë ata, po e dyta edhe me mënyrën se si po protestohet në vendin tonë. Ju keni të drejtë për atë që impakti kësaj proteste ka qenë ashtu siç e donte zoti Berisha, ka qenë në gjithë mediat ndërkombëtare, por krejt ndryshe nga që mendonte ai, jo për mesazhin e opozitës në vetvete, por mënyrën se si shqiptarët, dhe këtu ata fusin dhe majorancën dhe opozitën, presin artistët e huaj. Dhe për këtë, po ta keni ndjekur situatën në Shqipëri, kjo i ka kushtuar vendin e punës drejtorit përgjithshëm të policisë së Shqipërisë dhe pastaj drejtorin e policisë së Tiranës. Dhe unë besoj që do ketë edhe të tjerë të cilët do penalizohen, sepse zoti Rama ka dashur që policia të ketë efikasitet më të madh për sa i përket situatave të tilla,
të cilat kanë filluar të krijojnë në publik, kanë filluar të krijojnë shqetësime. Dhe sot, për shembull, ju e dini që në Tiranë është formuar një forum intelektualesh për të bashkuar forcat e opozitës, edhe ata sot e kanë kritikuar këtë lloj aksion politik, për arsyen e vetme që po i demotivon njerëzit për të dalë në protestë. Dhe kjo është situata pak a shumë. Në anën tjetër,